Më 9 prill 2025, Yzedin Boshaj, pronari i kompanisë Shëndelli SHPK, nënshkroi kontratën me Bashkinë Kamës për ndërtimin e fushës sportive në Valias. Bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtimi i fushës së sportit Valias, si dhe ndërtimi i gotinës dhe shkallaret. Për këtë projekt, Bashkia Kamës paguan jo pak, për fondin limit 2.2 miliard lek, pa të vëshë. Rakip Suli bëri të pamundurën që tenderin ta përfitonte klienti i tij i vjetër, Yzedin Boshaj nga Mallakastra. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët. Kështu e përshkruan procedurën Open Data Albania. Tenderi është shënuar me flamur të kuq korrupsioni. Sipas kontratës së firmosur, objekti duhet të dorëzohej brenda 6 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës. Kanë kaluar 16 muaj dhe fusha nuk është dorëzuar. Në vend të përfundimit të stadiumit të Kamsës vazhdojnë videot e kryeministrit dhe të kryebashkiakut të tipit, vazhdojnë punimet, inspektuan punimet. Ne kuptojmë se zvarritja e projektit vjen nga korrupsioni, por zyrtarisht nuk ka një njoftim mbi arsyet. Madje nuk ka as zgjatje të afatit që duhet bërë me njoftim në Agjencinë e Prokurimit Publik. Nga ana tjetër dihet se Boshaj është klient i padiskutueshëm i Rakip Sulit. Në vend që të penalizohej për vonesën, biznesmeni shpërblehet me një tender tjetër, ende pa përfunduar fushën sportive. Kështu më 24 qershor 2026, i mbiquajturi Oktapodi i tenderave është pallur fituesi i kontratës me objekt ndërtimi dhe rikonstruksioni i rrugës Bloku Babro. Një tjetër tender, fondi limit është afro 2.3 miliard lek pa të vëshë. Tenderi është mbajtur më 25 maj 2026 me pjesëmarrjen 13 operatorëve ekonomik dhe bashkime firmash me marrëveshje bashkëpunimi. Sërish kryetari Suli do t'i fshinte nga lista të gjitha kompanitë me oferta më të ulta, duke favorizuar hapta si operatorin Shëndelli SHPK. Pra, do të shpallej fitues megjithse oferta e Yzedin Boshaj do të ishte më e larta, 213.7 milion lek të reja pa të vëshë. Edhe ky tender është sinjalizuar me flamur të kuq korrupsioni, por Suli sillet sikur të kishte fituar ndonjë imunitet nga hetimet e SPAK. Sqarojmë se nga veprimet dhe mosveprimet e komisionit të tenderit që ka autorizuar kryebashkiaku, buxheti humbi mundësinë të kurseheshin qindra milion lek. Kështu, kompania Riviera 2008 SHPK ka propozuar ta bëjë këtë punë me 118.1 milion lek pa të vëshë. Edhe firma Liçeni 7 ka bërë ofertën më të ulët se sa ajo fituese 134 milion lek pa të vëshë. Po ashtu, Shpresa Pikal ka ofertë me vlerë më të ulët 212.6 milion lek pa të vëshë. Së fundi evidentojmë dhe ofertën e bashkimit të operatorëve MEA Construction dhe Agri Construction dhe Pro Green me vlerë 151.8 milion lek pa të vëshë. Ofertat variojnë nga 500 milion deri në 1 miliard lek më poshtë se sa propozimi i Yzedin Boshaj, që është shumë afër fondit limit. Për të mos hyrë në detaje teknike të arsyeve të skualifikimit nga pikpamja e barazisë, tenderi do të duhet të anulohej. Kjo pasi dhe firma fituese nuk i plotson kriteret e kërkuara. Kështu, njëra kompani është skualifikuar si ka forcat e angazhuar në një kontratë tjetër në Bashkinë Kamës. Bashkimi Kleiger Construction dhe vëllezërit Hysa është skualifikuar sepse ka staf të punësuar në kontratën e Bashkisë Kamës, ndërtim i rrugëve Bloku Kodër e Kuqe dhe Bloku Qendër Babru Kodër. Me të njëjtin standard duhet skualifikuar edhe Shëndelli SHPK, sepse nuk ka dorëzuar akoma fushën sportive të Kamzës deri në datën e mbajtjes së tenderit. Gjithashtu, kjo kompani ka në dorë pa dorëzuar akoma objektet e këtyre kontratave: rikonstruksioni i rrugës Kripallarët, Patos, rikonstruksioni i objektit 3K, Çerdhet dhe Kopsh, Lagja 29 Nëntori Fjer, rikonstruksioni i urës Y te rruga Dimitur Konomi në Florë. Por Suli nuk pyet për barazinë në tendera. Kryebashkiaku njeh vetëm rregullat e pashkruara të korrupsionit. Yzedin Boshaj mori në kontroll kompaninë e familjes më 2005 dhe qysh nga ajo kohë fitimet kanë kapur majat. Për shkak të favorizimeve, Boshaj jo vetëm i zvarrit punimet, por edhe i përvetson pak nga pak parat me situacione false. Këtë e ka konstatuar KLSH në auditimet e kryera në disa bashki. Në 2 procedurat tenderuese të bashkisë Sarand, të audituara nga kontrolli i lartë i shtetit, me fitues kompaninë Shëndelli të Yzedin Boshajt, është konstatuar se në të 2 rastet vjedhja e parave publike gjatë zbatimit të kontratave duke bërë situacione false për punime që nuk ekzistojnë. Në mars 2023, Bashkia e Sarandës shpalli fituese kompaninë Shëndelli të tenderit me objekt rikualifikimi dhe riveshje e rrugëve Onhezmi dhe rrugës Adem Sheme me vlerë 320.000 euro. Ish kryebashkiaku Adrian Gurma ka skualifikuar të gjithë konkurrentët e tjerë për të shpallur fitues Yzedin Boshaj. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se biznesmeni Boshaj ka abuzuar me zbatimin e kontratës me Bashkinë e Sarandës duke certifikuar punime që nuk ekzistojnë me situacione false, një praktikë e shpesht vjedhje, rrallëherë e ndëshkuar penalisht. Në qershor të vitit 2021, Bashkia e Sarandë ka shpallur fituese kompaninë Edo Construction dhe Shëndelli me objekt furnizime ujë i zonës Baba Rexhepi dhe Lugu i Dardhës faza e dytë me vlerë 3.1 milion euro. Edhe ky tender është shënuar me flamur të kuq pasi nuk ka pasur asnjë konkurrent përveç fituesit. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar që 2 kompanitë me pronar respektiv Alfred Ibrahimin si dhe Yzedin Boshaj kanë vjedhur një pjesë të parave publike përmes certifikimit
me situacione false të punimeve që nuk janë kryer. Kujtojmë se kryebashkiaku Rakip Sulli është në listën e pritjes së SPAK, ku akuzohet për disa vepra penale. Kallëzimet kulmuan në nëntor 2023, ishin vetë qytetarët që morën guximin dhe denoncuan pas kallëzimit për veprat penale, ushtrimi ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, shpërndërimi i detyrës, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. SPAK regjistroi procedim penal për bashkinë e drejtuar nga Sulli. Deri në atë nga 10 kallëzues ishin thirrur 4 prej tyre, ndërsa 6 të tjerë do pyeteshin më vonë. Banorët e Kamsës ishin paraqitur në 24 tetor në ambientet e prokurorisë së posaçme për dhënë deklaratat e tyre për kallëzimet e depozituara në SPAK ndaj kryebashkiakut. Më pas, qytetarëve do t'u bashkëngjitej edhe opozita në kallëzime. Këshilltarët bashkiak të opozitës në Kamës kallëzuan penalisht në SPAK kryebashkiakun e Kamsës Rakip Sulli, duke u referuar raportit të KLSH-s pas kontrollit në këtë bashki. Por edhe njoftimit dhe zhvillimit të mbledhjes së Këshillit online, ata kërkuan ndjekje penale për të zgjedhurin socialist për disa akuza si shpërdorim detyre, korrupsion dhe shkelje të barazisë në tendera. Kryebashkiaku i Kamsës Rakip Sulli, duke shkuar më 6 nëntor 2023 në SPAK, deklaroi se do të paraqitej sa herë të jetë e nevojshme dhe kërkoi që drejtësia të lihet të bëjë punën e saj. Të lënë drejtësinë që të bëjë punën e vet, sepse po jep shpresë të shqiptarëve. Fati që erdhi sot kjo ditë, që çdo person të jap llogari. Më lini të bëj detyrën time në respekt të qytetarëve. Sa herë të duan do të vi. Tha Rakip Sulli. Kur duk se ra në qetësi, dosja e tij nxit sërish nga një kallëzim i bërë më 16 prill 2025. Kandidati për deputet i PD-s në qarkun e Tiranës, Arjan Hoxha, ka kallëzuar në prokurorinë e posaçme kryebashkiakun socialist të Kamsës Rakip Sullin. Sipas dokumentet zyrtare të dorëzuar në SPAK, Arjan Hoxha ka kallëzuar Rakip Sullin për veprën penale përdorim detyre. Demokrati ngre dyshime se Rakip Sulli ka hedhur asfalt elektoral në disa zona të Kamsës me qëllim deformimin e vullnetit të qytetarëve në zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Përmes dokumentet të dorëzuar në prokurorinë e posaçme, Hoxha i bën thirrje SPAK që të hetojë edhe raste të tjera të ngjashme që kanë për qëllim ndryshimin e vullnetit të qytetarëve në zgjedhje. SPAK po e heton Rakip Sullin në lidhje me abuzimet me fondin e rindërtimit, ku kryebashkiaku i Kamsës edhe ka dëshmuar në prokurorinë e posaçme, por deri më tani nuk ka pasur veprime konkrete nga SPAK për masa siguria. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.